Një pjesë e banesës në Mshirë që u përfshin nga zjarri javën e kaluar, tani më është të hapur për banorët, por kthimi nuk ka qenë i mundur për të gjithë. Dykatet më të larta tani më janë të pabanueshme, ndërsa hetimet në vendin e ngjarjes, në përpjekje për të zbardhur rrethanat e zjarrit, kanë vazhduar edhe këtë të mërkur. Banorët e këtyre kateve tani janë në pritje që komuna, siç i premtoi, tu bëjë një zgjidhje për banim. Janë ende duke kryer aspektin hetimor. Pra me vendim të prokurorit të dihet shkaku ende nuk dihet, hetimet janë ende në vazhdim. Por kjo nuk na ka ndaluar ne që të marrim masa dhe që të ndihmojmë banorët, të cilët janë gjendur për fat të keq, kanë humbur pronën dhe pasurinë e tyre. Deri më tani janë 3 familje, të cilat janë të paraqitura për kërkesë për strehim të përkohshëm, pra janë në procedurë. Ekipi i kryeqytetit përbër nga drejtoritë përkatëse ka bërë edhe vlerësimin e dëmit. Fushtica ka treguar se procedurat janë në përfundim e sipër. Pritet vetëm nënshkrimi i vendimit, banorët janë udhëzuar që të marrin banesë me qira, të cilën banesë kryeqyteti do të bëjë pagesën e qiras. Janë një familje është 3 anëtarëshe, një familje është 5 anëtarëshe dhe një familje është 7 anëtarëshe. Ata zgjedhin vetë banimin e vet, sipas dëshirës, zgjedhin banesën, e binë tek ne kontratën në shkruar, të notarizuar, e binë numrin e xhalllarisë, letër njoftimin dhe ne procedojmë me pagesën. Nga zjarri në Mshirë nuk pati të lënduar, ndërsa televizioni mëson nga tereni se ka edhe familje të tjera të interesuara për ndihmë nga komuna.